Formula e presidentit të Serbisë për deskalim është largim i kryetarëve nga 4 komunat në veri edhe largim i policisë për ndërtesave komunale. Kjo është kërkesa e presidentit të Serbisë për deskalim. Fatkeqësisht PDK-ja ja ka plotësuar kërkesën e parë. Vučići po thotë, heqni 2 kryetarët që kanë mbetur. Pra, Zveçanin edhe Zubin Potokun, këta ja kanë plotësu kërkesën Vučićit. Ndërkaq, nuk e kanë largu policinë se s'pyten më për polici. Apo të pyeteshin për polici, unë e di që këta dhe policinë e kishin largu. Se u ankun këtu për targat KM. Po kur keni qenë një në qeverisje, do bërë të kuvendet e qeverisje keni posë. Kur keni po herën e fundit targa KM? Nesër bëhen 3 vjetë që unë e kanë fshu detyrën kur ishte qeveria Kurtini, me 3 qershor 2020. Edhe a dini çka ka qenë gjëjat më e rëndësishme në qershor të vitit 2020? Me 21 qershor janë majtë zgjedhjet të Serbisë Kosovë. Si më kanë hiet mu, i kanë majtë zgjedhjet të Serbisë Kosovë. Ju jeni bo bashkë krejt, me 21 qershor janë majtë zgjedhjet të Serbisë. Në Kurti 2 nuk mohën zgjedhjet të Serbisë. Kur të ecë rroga do të me punu, kur të garojsh edhe zgjedhësh edhe do të me fitu, do të me punu. Prandaj çlirani ata kryetar, mos i moni peng se ata dojnë me shku edhe në Zveçan edhe në Zubin Potok. Policia i garanton, qeveria i mbështet, ju mos i moni peng.